që financon dorëtrokitjet e një nate, por nuk dëgjon heshtje në gjatë të familjeve në vështirësi. Sepse varfëria nuk bën zhurmë, nuk ka skenë, nuk ka dritë. Në Shqipëri nuk jemi më përballë një shtetit të dobët, po përballë një shtetit të deformuar në thelb, kur ligji përdoret si mjet për të mbrojtur pushtetin dhe jo qytetarin, ku institucionet heshtin përballë abuzimit dhe veprojnë vetëm ndaj të pambrojturve, kur e vërteta zëvendësohet nga propaganda dhe drejtësia nga selektiviteti. Atëherë shteti humbet kuptimin e tij. Ai nuk është më një rënd që garanton as liri, as barazi, por një mekanizëm që prodhon vetëm frikë dhe pa barazi. Në këtë pikë, kufiri mes shtetit dhe mafjes nuk është më një vijë ndarëse, por është një zonë e përzier ku pushteti dhe interesi bashkohen. Dhe rreziku më i madh nuk është vetëm kjo gjendje, por fakti që ajo rrezikon të pranohet si normale.